Ky është Erik Ferrati, i riu që vdiq mbrëm në një aksident të ndodhur në rrugën Suareg Shtime. Nga policia është bërë e ditur se ashtu se kanë ky aksident kanë mbetur të lënduar edhe 4 persona, ku 3 prej tyre janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin e Prizrenit, ndërsa drejtuesi i veturës me lëndime të rënda është dërguar për trajtim në QKUK.